Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe banka botërore do të analizojnë ndërsa qeveria do të vendosë nëse do të rritet mosha e pensionimit. Ministria e Financave Gordana Dimitrievska-Koçoska pohon se edhe pse po shqyrtohen zgjidhjet e mundshme, qeveria për momentin nuk ka marrë asnjë vendim për çfarë do reforme pensionale. Do të pritet dokumenti nga институционet ndërkombëtare. Тие сега побара да направат една анализа, ние се согласивме. Ќе прават анализа на пензискиот фонд и ќе дадат одредени препораки, што не значи дека треба да бидат дефинитивно прифатени од страна на владата, но се согласивме ќе работат на такво нешто. Јас не сакам да преюдицирам однапред, ама веројатноста дека ќе кажат да го зголемиме прагот, старосната граница за пензионирање, очекувано нешто, дали владата ќе го прифати или не, ќе видиме. Koçoska thot se ajo që është shqetësuese është gjendja e keqe demografike, plagja e popullsisë, trend i pranishëm edhe në Evropë, por qëndrimi i saj personal është se duhet të rritet mosha e pensionimit, por të lihet si e drejtë zgjedhjeje. Во однос на старосната граница, лично сметам дека треба да се остави како право на избор. Да си останат годините, да се даде можност за оние кои што сакаат да си продолжат. Има граѓани кои што работат во потешки услови, верувам дека многу така очекуваат и се надеваат дека ќе се пензионираат согласно постоечкиот закон. И сега, а има и такви на кои што им е лесна многу работата или полесна во однос на овие другите, и тие сигурно би работеле и до 70 години, до 72 тука. Reforma pensionale sërish u bë temë aktuale në opinion, pasi revizorët konstatuan se po thellohet deficiti në fondin pensional, ndërsa fondi është borxhli për sigurim shëndetësor të pensionistëve, por edhe nuk i transferon rregullisht parat në shtyllën e dytë pensionale. Koçoska pohon se për këtë vit janë siguruar mbi 300 milionë euro që nga shtylla e parë duhet të transferohen në fondin e dytë pensional, por nuk po thellohet vetëm deficiti në fond, por rritet edhe deficiti në arkën shtetërore. Deri në fund të vitit do të ketë huamarrje të re në tregun e jashtëm. Sa do të jetë shuma, do të përcaktohet më vonë. Koçoska në raportin për 2 vjet punë të Ministrisë së Financave tha se borxhi publik në tremujorin e parë të këtij viti është 58.9% e bruto prodhimit vendor dhe se qeveria ndjek një politikë të ndryshme, huamarrja të shkojë në investime e jo në konsum.